Nëse gruaja pastrohet mas syfyrit, pra nga cikli, mas syfyrit ose dikur ma vonë gjatë ditës, ata agjeroj atë ditë. Pra kemi dy situata, e para është nëse në sabah është pastru, nga cikli është fjala, jo pastrim s'është për qëllim larje, por pastrimi nga cikli, ose kjo e para situata. Situata dytë, nëse gjatë ditës ka ndodhur. Nëse në sabah ka ndodhur pastrimi prej ciklit, pa hyrë koha e sabahit, ose domethënë pa hyrë koha e sabahit akoma kur je në atë kohë kur ki drejt me hangër, atëherë ti e nis atë ditë, sepse ti veç po hyn dita e Ramazanit e të ka gjetë të pastër. Edhe normal agjeron. Edhe nëse s'ke mujt me ulame një herë me marr gusull, lash mas 15 minuta dhe mas gjysore, edhe fal sabahin normal. Kemi situatën e dytë, masi ka hyrë sabahi, 5 minuta, 10 minuta, 1 orë, edhe je pastru nga cikli. E ke pa vetën që je pastër. Në këtë rast, a me agjeru që a ditë, themi a ditë nuk e agjeron. Sepse nuk nëzijet se ti veç i ke hyrë asaj dite duke qenë e pa pastër. Por, ka prej djetarve që kanë këshillu, nga aspekti i respektit të asaj dite, kanë thonë, ma mirë mos ha ditë, po duhesh pa tjetër me zavendësu mas Ramazanit. Na çka themi? Nuk është pa tjetër mos me hangër, se ti ashtu kështu s'ki agjerem atë ditë. Atëherë bën me hangër, por nëse e respekton, në shaj mos me të pa antarët e familjes që pa hanë etj, atëherë mund është më nal nga ushqimi. Por me thonë që me konsideru si ditë të agjeruar, nuk të konsiderohet. Duhesh mas Ramazanit me kompenzuat ditë. Pra, shpresoj që ta kesh kuptuar, nëse nuk e ke kuptuar, të lutem kthehu edhe disa herë dëgjoje këtë video.